Plus si vazhd e emisioneve sportive, cilat në televizion 10 fillojnë qysh nga e shtuna ku padyshim tje. Kishim tema mjaft interesante që diskutuam këtu në emisionin nga 90 Plus, ku gjithçka kulmoi me zgjedhjen e Etnik Brutit, futbollistit të Malishevës, i cili vazhdon të jetë tema kryesore e këtij vikendi sportiv, me zgjedhjen që ka bërë për të lënë kombëtarin e Kosovës dhe për të shkuar tek kombëtarja shqiptare. Nisa pak kështu më ngadalë për shkak që në fakt që ka qenë tema kryesore e ditës së djeshme, derisa po vazhdon të diskutohet edhe sot dhe do të vazhdojë të diskutohet edhe në emisionet sportive të mbrëmjes në televizionet tona, ku padyshim do të jetë tema kryesore. Si zakonisht me mua sot në studio është Kleriani Tiranë. Përshëndetje, faleminderit shumë për prezencën edhe për sot. Përshëndetje edhe për ty, Lorik. Okej, para se dalim të diskutimin dhe të flasim për atë se çfarë ka karakterizuar ditën e djeshme në sportin vendor, të nderuar shikues, ka nisur thuajse të gjitha takimet e planifikuara si në Superliga ashtu edhe në ligën e parë. Gjilani është duke u përballur me Ferronikelin 74 në stadiumin e Bari Sintetik në Gjilan. Gjyqtar kryesor i kësaj ndeshje është Ersen Janovaliu, derisa në VAR është Genc Nuza. Në ndeshje tjetër që po zhvillohet me fillim nga ora 14 në Superligën e Kosovës në futboll në stadiumin 18 qershori në Klin, janë duke u përballur Dugaxhini dhe Malisheva, një përballje që pritet të jetë mjaft interesante edhe për pjesën e poshtme të tabelës, ku një fitore e Dugaxhini do ta kalonte atë në pozitën e 7, themi, po 7 do të bëste një pikë mbrapa Ferizaj, e cila ka grumbulluar 29 pikë pas fitores që arriti gjatë të premtës ndaj Suarekës në boshtit 3-1 në stadiumin e qytetit në Ferizaj. Derisa ka ndeshje mjaft interesante edhe në ligën e parë, ku po zhvillohet java e 18 dhe ky është pak pra fundi i ciklit të dytë, pastaj vije edhe gjiroja e tretë e këtij kompeticioni, me sa të përmbyllet gjithçka dhe ku zhvillohen ndeshjet më interesante. Trepça 89 vllazënimi, Liria Rilindja 174, Mitrovica Besa 5, Fush Kosova Flamurtari, Prishtina Re Dinamo, Vjosa Kika dhe Vushtreja Keku. Janë këto vllafëqime të cilat kanë nisur me fillim nga ora 14 të nderuar shikues. Dhe ende nuk kemi asnjë gol të realizuar, edhe pse ka kaluar vetëm shumë pak minuta. Për gjithë ju tifozët e Liris, ndeshjet e mes Liris dhe Rilindjes mund ta ndeshni në ekran, në fakt në YouTube, tek kanali zyrtar i skuadrës së Liris, derisa ne do të mundohemi që pas pak ko pas kohë kemi edhe pamje direkte nga atje, po e dërgoj linkun te regjia dhe nëse mund ta kemi edhe në transmetim, nuk ka ndonjë copyright, mund të kemi ko pas kohë pamje edhe nga stadiumi përpara faqe në Prizren. Kjo mundsohet gjithmonë nga klubi Liria, të cilët kanë zgjedhur që të transmetojnë këtë ndeshje në kanalin e tyre zyrtar. Ndeshja luhet pa shikues, të nderuar shikues, për shkak të dënimit që Liria mori pas përleshjes apo pas incidentit që ndodhi javën e kaluar në ndeshjen ndaj vllazënimit. Krian, çfarë mund të themi për ditën e djeshme? Po më 2 ndeshje në Superligën e Kosovës në futboll dhe zhvillime tjera në sportin vendor që lateshën. Po Lorik, me thekste veçan për posa e tema Etnik Brutit që e diskutuam dje, kishën zhvilluar edhe 2 ndeshje të Superligës së Kosovës, 2 ndeshje derbi që ishin rezervuar për ditën e shtunë, ku Llapi me një fitore të madhe kundër liderit të tabelës rritjes e arriti të shmangjen nga zona e barazhit, madje është edhe larg zonës së play-outit apo zonës së barazhit, një fitore e cila aske gjëra nuk u duk se po shkon pa ato vendime diskutabile të gjyqtarëve, ku ndodhi edhe rasti i golit të dritës, i cili anulua për pozitja shlëhe, për fat
nuk e di se si, por VAR nuk e kishte parë në atë aksion. Via VAR nuk e kishte parë një lojtar të Llapit i cili ishte brenda asaj zonës e cila u konsiderua si pjesë e zonës jashtë loje dhe A kemi fotografi po apo jo? kemi fotografi, është Okej. drita offside Regjia nëse ka mundësi ta kemi ndalje fotografin për cilën Floriani po vlet dhe rikthehemi në Ja. studio ku pas kohë na inkuadroni në stadiumin Parlament Thoshën e Prizren. Pra kjo është pozita kur drita ka realizu golin e barazimit dhe në fakt gjyqtari kryesor i takimit e ka anuluar si gol të paregull duke mos e por atë futbollistin i cili është ose në aksion ishte edhe nga plani i dytë erdhi topi i kthyer nga Egzon Bejtullaj, i cili edhe pse nuk e kemi pamjen e qartë për arsye se via offside nuk ishte e pozicionuar mirë, por dukej se në pamje të parë Egzon Bejtullaj që e ktheu topin nga plani i dytë ishte në pozitë të rregullt dhe me qasa i gol ka mund të qenë i rregullt dhe ndoshta mund të kishte do ta ndryshonte, padyshim që do ta ndryshonte edhe rrjedhën e lojës. Ndërsa sa i përket ndeshjes Ballkani dhe Prishtina, dy skuadrat nuk po arrin as si të këndellën në pjesën e parë të stilojit. Ballkani dhe Prishtina u ndal barazim me një. Këto barazime janë bërë shpeshta për këto dy skuadra. Ballkani edhe pse barazoi me Ferronikelin më pas i mori ato 3 pikët në tavolinë, por Prishtina nuk di përfitore që nga dhjetori i vitit të kaluar në elitën e futbollit kosovar, pasi i ka diku mbi 8 barazime që ka në Superligën e Kosovës në këto ndeshjet e fundit. Ballkani ka 2 golat u shënuan në minutat e fundit të ndeshjes, ku Ballkani kaloi në përsi me anë të Adetunçit pas një gabimi të dyfish që e kishte mbrojtësi Jakubu në zonën e rrezikshme të Prishtinës, ndërsa Alex Knapi, sulmuesi i Prishtinës, barazoi rezultatin në minutat shtesë, një barazim që nuk i konvenon asnjëherë skuadrës për arsye se me ato 3 pikë Ballkani mund të ngushtonte diferencën me dritën. Do ta shfrytëzonte me një formë gabimin e dritës për ta ngushtuar diferencën në 8 pikë, ndërsa Prishtina, siç e dimë, është duke luftuar për atë top 3-shin për kualifikim në garat e evropiane, por ndoshta me një fitore të Gjilonit sot do t'i vështirësohen punët Prishtinës edhe më shumë, pa marrë parasysh faktin se është edhe në gjysmëfinalet të kupës. E kemi golin e parë të nderuar shikues. E kemi golin e parë të nderuar shikues të realizuar në ligën e parë, ku Prishtina e Re ka arritur të kalojë në përsi në minutën e 3 të takimit në përballjen ndaj Dinamos, ku Augustin Rojas ka arritur të realizojë pas asistimit të Astrid Berishës në ndeshje ku në vërtetë në çdo moment janë në grupin B është kjo ndeshje dhe të ndeshja ndërmjet Vushtrës dhe Kekut, ku secili gabim i Prishtinës së Re apo i Vushtrës të shfrytëzohet nga njëra tjetra do të thoshte shumë për pjesën e mbetur të Sinurit, duke marrë parasysh se këto skuadra janë duke luftuar për Inkuadrim në Superligë. Inkuadrim në Superligën e Përveç Kosovës. ligës së parë edhe Dukagjini sapo ka kaluar në përsi në ndeshjen kundër Dukagjini ka Malishevës. realizuar dhe Malishevës, okej. Ende nuk kemi informacione se kush e ka realizuar golin, shumë shpejt do të na vinë këto informacione. Dukagjini Malisheva 1-0, ka nisur mjaft mirë skuadra e Ismet Munishit takimin ndaj Malishevës. Takim ky që pikërisht kjo pjesa e përme tabelës do të është shumë madje edhe një fitore e Gjilanit do ta afronte vetëm në 4 pikë skuadrën e skifterave nda pozita e tretë, pozita që dërgon në ligën në kualifikimet për garat evropiane. Mërgim Befqeli të nderuar shikues në minutën e 10 të takimit ka arritur të realizoj golin e parë për skuadrën e Ismet Munishit. Nga basketbolli, Florian Brëm janë zhvilluar disa takime, Prishtina e mbushti në kryeqytet Borën. Madje ka pasur edhe lajme që sot që 3 gjyqtarëve në ndeshjen Peja Vllaznim janë dënuar pikërisht për ato gabimet që këtë 3 gjyqtarëve ka bërë javën e kaluar pikërisht në ndeshjen ndaj
Në ndeshjen vllazënimi Peja, Edlin Uglari, gjyqtari kryesor i ndeshjes, është ndëshkuar me 3 ndeshje mos delegim në vazhdim të kampionatit. Gens Vitaku, gjyqtari i parë i ndeshjes, është ndëshkuar me 3 ndeshje po ashtu. Arjan Keraj, gjyqtari i dytë, është ndëshkuar me 4 ndeshje mos delegim në vazhdimin e kampionatit. Çfarë ndodhi realisht gjatë ditës së dashme në basketboll Tiranë? Po lërë kanë zhvilluar 2 ndeshje ku e hapën gjeun e 21 në Superligën e Kosovës në basketboll, ku Prishtina mposhti Borën me rezultat 67-72, ndërsa fitore arriti edhe Peja kundër Proton Cable Prizrenit. Prishtina ishte në këtë ndeshje kryesore e mbrëmje së shtunës ishte kjo derbi kryeqytetit, ku Prishtina në pjesën më të madhe të sezonit të ndeshjes ishte në disavantazh ndaj Borës. Bora u duk se po shkonte me hapa të sigurt drejt fitores, por në çerekun e fundit Prishtina u rikthye, edhe pse nuk ishte edhe shumë diferenca e madhe mes këtyre dy skuadrave gjatë ndeshjes, por në minutat e fundit më të koncentruar apo më efikas u treguan Prishtina, e cila arriti një fitore shumë të rëndësishme në garën për top 3-she në Superligën e Kosovës, ndërsa Peja arriti një fitore të thellë edhe kundër Proton Cable Prizrenit, ku me këtë humbje skuadra e drejtuar nga Arbneri Fati duket se është duke shkuar asoj rrugës drejt rënjes në ligën e parë. Ndeshja përfundoi me rezultat 79-98 në të mirë të pejanëve, që i dominuan këtë ndeshje nga fillimi deri në fund për të arritur një fitore shumë të rëndësishme, ndërsa skuadra drejtuar nga Arbneri Fati është në pozitën e fundit dhe vazhdon të mbetet në një diferencë të konsiderueshme me skuadrën e Borës, e cila është aktualisht në zonën e play-outit, dhe duket se në këto pak gjiro se kanë mbetur deri në fillim të fazës së play-offit, do të jetë ajo skuadra që do të përshëndetet nga Superliga për të paktën një edicion të bie në ligën e parë, ndërsa sot do të zhvillohen po ashtu 2 ndeshje mjaft interesante ku kampioni i Kosovës Trepça pretendon kampionin Ylli në palesën Minatori me fillim nga ora 20. Ylli, edhe pse nuk e ka pasur nuk po ka lënë edicionin më të mirë viteve të fundit në Superligën e Kosovës në basketboll, po ashtu mbetet një skuadër shumë e papërshtatshme me shumë lojtarë cilësor si vendor, po ashtu të huaj. Normalisht Trepça është edhe favorit për të fituar këtë ndeshje, por Ylli në ndeshjet e fundit ka ditur të jetë një skuadër shumë e papërshtatshme për secilin kundërshtar, ndërsa po ashtu edhe sot në të njëjtin orar në palesën Shaninushi pritet të luhet edhe derbi i Dogaxhinit mes Vllaznimit dhe Bashkimit. Të dy skuadra kanë pasur një rivalitet shumë të fortë si në fushë ashtu edhe në tribuna në ndeshjet e fundit. Kujtojmë edhe 2 ndeshje gjysmëfinale që u luajtën para muajin e kaluar, ku Bashkimi ka lënë në finale ku më pas un poshtë nga Trepça. Vllaznimi po ka lënë edicionin ndoshta më të mirë që prej inkuadrimit në Super League, dhe padyshim pritet të jetë një atmosferë zjarr në këtë ndeshje dhe po ashtu edhe një spektakël brenda parketit. Okej. Në fakt aty ku sportistët kosovarë kanë suksesin më të madh në arenën ndërkombëtare, padyshim është sporti i judës, dhe në sportin e judës sërish kemi arritur të fitojmë medalje. Kësaj radhe gjudisja Laura Fazliu është pyrë me medalje nga gara të judës, edhe pse ndeshjen që e fitoi tatamin e lëshoi me lot në sy. Laura garoi të shtunën në Grand Prix të Austrisë dhe fitoi medaljen e bronzë në kategorinë deri në 63 kg. Ky në fakt është një rikthim i Laura Fazliut në gara, e cila nuk ishte garuar që nga lojrat olimpike Parisi 2024, ku në fakt ajo kishte arritur të fitojë medaljen e bronzë, siç e dim gjithë në këto lojrat olimpike që mbajten në korrik të vitit të kaluar. Laura në xhiron e parë të Grand Prixit të Austrisë shkoi tutje si gjudiste e lirë, ndërsa në të dytën e mboshti italianën Carlotta Avanzato, ku gjatë fitores që arriti në atakim edhe psoi një lëndim në fytyrë, derisa tutje në raundin tjetër e mboshti gjudistën e Slovenisë Leila Mazauzi, dhe pastaj të premte medaljen në Austri ka fituar edhe Distria, e cila u mbosht në finale të kategorisë deri në 52 kg nga japonezja Iroha Oi. Pra janë këto dy gjudistët që kanë arritur së fundmi sukses dhe janë kthyer në Kosovë në fakt me medalje, ku në Grand Prixin e Austrisë
kanë garu apo do të garojnë deri në fund të këtij kompeticioni 416 gjudist nga 52 vendet të botës. Derisa në kategorinë 63 kg aty ku mori pjesë Laura Fazliu ishin 31 gjudist pjesëmarrës garues dhe në fakt këtu ishte numri më i madh se në çdo kategori tjetër. Për Laurën, kjo medalje ka qenë e dyta në garat e nivelit Grand Prix, ku të bronzën e kishte fituar në Zagreb në vitin 2021. Kështu pra sukseset e gjudistëve kosovarë nuk më mungojnë, vazhdojnë t'jenë puna e madhe që po bëhet nga Driton Kuka dhe skuadra e tij apo ekipi e tij. Liri e Rilindja ka arritur të kalejnë përsi të nderuar shikues me golin që sapo e ka shënuar skuadra në përparim Thaçi në Prizren. Një gol i befasishëm nga skuadra e Rilindjes, edhe pse aksioni ka qenë mjaft mirë i ndërtuar, kështu që Rilindja po avancon si mysafire e Liris në Prizren me rezultatin 0-1. Ndryshimet të tjera në rezultate ende nuk kemi. Në Gjilani Fernikeli 74 0-0, Dukagjini Malesheva 1-0, që përmenda dhe ma herët, Liria Rilindja 0-1 dhe Prishtina Are Dinamo 1-0. Dira nga sportin ndërkombëtar, çfarë kemi, çfarë duhet teksuar gjatë mbrëmjes së kaluar? Një zhvillim i jashtëzakonshëm tek Barcelona. Po, ishte një pak përpara fillimit të asaj ndeshjes, e cili ishte planifikuar Barcelona Osasuna, e cili ishte planifikuar të fillojë nga ora 21, vetëm rreth gjysmë ore para nisjes së ndeshjes, mor një vendim ku njëri nga stafi i mjekësor i skuadrës së Barcelonës, Carles Minero Garcia, kishte ndërruar jetë në hotel i cili ishte pak para fillimit të ndeshjes. Sipas raportimeve nga media spanjolle, ishte një atak kardiak i cili mori jetën mjeku të Barcelonës, që është në moshën 40 vjeçare, dhe në atë pas këtij lajmi të trishtueshëm, klubi i Barcelonës mori menjëherë ato iniciativat për ta shtyrë ndeshjen. Ishte kjo kërkesë e Barcelonës ishte aprovuar edhe nga La Liga dhe skuadra Osasunës, e cila ishte si mysafir duke parë edhe ndjeshmërinë e rastit, u vendos që ndeshja të shtyhet për një datë të pacaktuar. Domethënë të gjithë lojtarët e Barcelonës ishin në gjendje shoku kur morën vesh se kishin kaluar gjithë ditën me stafin mjekësor të klubit, dhe kur morën vesh, domethënë pa dyshim ishte një gjendje shoku dhe kjo ndeshje është shtyher për një datë të pacaktuar. Ndërsa sa i përket serisë së italiane, mbrëmje ishte dita e rikthimeve në sidomos të dy skuadrat ndër më të mëdha në futbollin italian si Inter dhe Milan. Interi mposhti Monzën, skuadrën e fundit në tabelë, me rezultat 3-2, me një rikthim spektakolar pasi ishin pas pjesës së parë ishin në disavantazh për 2 golave dhe arritën që në Giuseppe Meazza paradhuruesve të tyre nga 2-0 të rikthenin rezultatin në 3-2 dhe të marrin një fitore shumë të rëndësishme që i mban ende si lider të tabelës me plus 4 pikë nga Napoli, i cili është me një ndeshje më pak që do ta zhvillojë sonte, ndërsa të njëjtën gjë e bëri edhe Milano si mysafir kundër Lecces së Ylber Ramadanit dhe me Don Berishës, ku ishte në disavantazh deri në minutën e 60, ku psoi golin e dytë dhe më pas minutës së 68 u rikthye dhe me një autogol nga Gallo dhe 2 gola nga Christian Pulisic arriti që të merrte një fitore shumë të rëndësishme në atë luftën për pjesën e epërme të tabelës, ku dihet se tani është në pozitën e 8, ka mbetur pak mbrapa, por do të synohet të paktën ajo hyrja në zonën në garat evropiane, qoftë edhe në Europa League. Ndërsa sa i përket Premier Ligës angleze, befasia ditës së djeshme ishte Manchester City, i cili nuk po rrin as si të këndillet këtë edicion, ku poshtë me rezultat minimal 1-0 nga Nottingham Forest, e cila vazhdon ta mbajë vendin e tretë, po marshon fuqishëm drejt zonës Champions, i sigurojnë klasmanin e Ligën e Kampionëve për edicionin e ardhshëm. Një skuadër e re, mjaft cilësore, me disa lojtarë që kanë qenë më herët edhe në skuadrat më të mëdha angleze, por që nuk kanë pasur hapësirë dhe janë transferuar te kjo skuadër, ku tani është në vendin e tretë, ndërsa Liverpooli përkundërse ishte pas pjesës së parë në disavantazh për 1-0 ndaj skuadrës së Southamptonit, arriti që në pjesën e dytë
brenda një periudhe shumë të shkurtër të përmbys rezultatin dhe ta marshoj fuqishëm drejt titullit kampion, ku është një distancë të konsiderueshme me Arsenalin, ndërsa sa i përket befasive ato ndodhen edhe në Bundesligën gjermane, ku Bayerni edhe pse ishte duke avancuar 2-0 ndaj Bochumit, beti me një lojtar më pak në fushë dhe u shokua para adhuruesve të vet në Allianz Arena, ku unë poshtë me rezultat 3-2. Gabimin e Bayernit në këtë rast nuk mundi ta shfrytëzoj Leverkuseni, e cila po ashtu unë poshtë në shtëpi nga Werder Bremen me rezultat 0-2, ndërsa humbje pse edhe Dortmundi, i cili në parin asesi të këndjellet në Bundesliga këtë edicion, unë poshtë nga Augsburgu me rezultat, edhe kjo në shtëpinë e saj me rezultat minimal 1-0. Në këtë ndeshje vlen të theksohet edhe paraqitja shumë pozitive që e pati besueshori i Kosovës Elvis Erçbeçaj, ku ishte një nga faktorët kyç të Augsburgit në këtë fitore të rëndësishme. Këto pak a shumë ishin ato çfarë karakterizuan ditën e djeshme në futbollin evropian. Është shumë një ditë e ngjeshur me shumë aktivitete si në vend ashtu edhe në Evropë. Dita e shtunë dhe dita e diel. Kështu se përket ditës së sotme vlen të theksohet se kryendeshja në Premier League pritet të jetë ajo mes Manchester United dhe Arsenal. Të dy skuadra, edhe pse Manchesteri nuk është në atë formën që jemi mësuar ta shohim në vitet e fundit, ka një çalim ku gjendet në pjesën e poshtme të tabelës. Arsenali shihet si favorit në këtë ndeshje për arsye se është në ndjekje të Liverpoolit si ndjekësi më i afërt në pozitën e dytë në Premier League, por në këto derbi gjithmonë asnjëherë nuk i dihet rezultati dhe rrjedhja e ndeshjes, ndërsa sa i përket në Serie A italiane, derbi do të jetë ai mes Juventusit dhe Atalantas që do të luhet në Allianz Stadium. Dy skuadra që po luftojnë, Atalanta shumë afër titullit kampion me -6 pikë nga Interi, por edhe Juventusi është vetëm 3 pikë më pak se Atalanta, është në pozitën e 4 me 52 pikë dhe po lufton me Lazio para top 4-shën që i dërgon në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm. Kthehemi në sportin vendor, a kemi ndonjë ndryshim rezultatesh në ndeshjet që po zhvillohen në Super League dhe në Ligën e parë. Pak ka një ndryshim, Trepsha 89 ka arritur të kalojë në përsi në duelin ndaj skuadrës së vllaznimit, ndoshta kjo është edhe përballja më interesante e kësaj gjire në grupin A, pas asaj që ishte ndërmjet Trepçës dhe Drenicës. Pra, të nderuar shikues, në pjesën e dytë të emisionit Kamerë Blues do të flasim me Blerand Stavilecin, kryetarin e klubit basketbollistik Prishtina, mirë po edhe kryetarin e asociacionit të klubeve sportive Prishtina, një nismë e re kjo që është zyrtarizuar gjatë ditës së premten në një konferencë për media e cila është bërë në